Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Dersën e fundit filluam me marrë hyrjen apo një lloj përgatitje para se të fillojmë me shpjegimin e librit Kashfu Shubuhat apo largimi I dyshimeve prej tauhidit. Edhe sqarom në atë pjesë në dersit që Allah subhanahu wa taala ka vendosur në natyrshmërinë e çdo njeriu që me besu Allahun subhanahu wa taala që është Zoti, krijuesi, furnizuesi dhe drejtuesi vetëm I këtij universi. E thamë se kjo natyrshmëri në cilën Allah subhanahu wa taala ka kriju çdo njeri quhet fitra në gjuhën arabe, apo ashtu që përmend Allahu në Kur'an. Edhe Allah ka vënë këtë natyrshmëri si tregues apo provë, argument që tregon për tauhidin uluhia. Pra natyrshmëria në cilën Allah subhanahu wa taala I ka kriju gjithë njerëz është tauhidur rububia, me njësu Allah subhanahu wa taala në zotrimin e tij. Pra që është Zoti edhe drejtuesi I këtij universi. E kjo, ai se e beson këtë, atë kjo pa tjetër kërkon prej tij që me besu që Allah subhanahu wa taala është I vetmi I cili meriton të adhurohet. Përderisa është I vetmi I cili na ka kriju, I vetmi I cili na furnizon, I vetmi I cili cakton për neve, edhe drejton këtë univers dhe gjitha çështjet tona, atëherë Allah subhanahu wa taala më do mos duhet të jetë edhe I vetmi I cili do të adhurohet, I vetmi I cili do të njësohet me adhurimet dhe ibadetet tona. Pastaj thamë që në këtë davet apo në këtë gjë kanë thirrë dhe kanë bërë davet gjithë pejgamberët, prej të parit deri të fundit. Ka qenë misioni gjithë pejgamberëve, që mi thirrë popujt e tyre me njësu Allahun subhanahu wa taala me adhurim, po me njësu Allahun subhanahu wa taala me tauhidin uluhia. Kjo ka qenë thirrja e gjithë pejgamberëve, dhe kjo është ajo trashëgimia që e kanë lënë gjithë pejgamberët tek popujt e tyre, edhe pejgamberi I fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në umetin e tij. Pra e ka lënë këtë trashëgimi. Po më asharu njerëzve edhe mi thirr njerëz në tauhidul uluhia, që Allah subhanahu wa taala është I vetmi I cili do të njësohet. Pastaj thamë që daveti në tauhidul uluhia apo daveti në tauhid bëhen në dy forma. Daveti apo thirrja formë përmbledhëse, edhe ajo në formë të detajizuar. Dhe thamë që nuk do të njeriu të kufizohet vetëm në thirrjen davet, vetëm në formën përmbledhëse. Pra që ja usharu njerëzve vlerën e tauhidit, dobinë e tina, pra që ai I shlin mëkatet e robët, që është sebeb, shkak që robi me hinë xhenat të në shpëtu për zjarë e xhehenamit, e kështu më radhë dhe mu mjaftu vetëm me kaq. Mirë po do të më tregu njeriu se çka është tauhidi, cilat janë llojet e tauhidit. E kështu më radhë do të thotë më asharu njerëzve detajet që kanë të bëjnë me tauhidin. Pra me kalu në hapin e dytë, e që është thirrja në tauhidin në formë të detajizuar. Po ashtu njerëz do t'i ndalojmë apo do t'i vojmë davet, do t'i thirrëm që mu ndal prej shirkut. Edhe kjo do të jetë në mënyrë të përgjithshme apo të përmbledhëse, mirë po gjithashtu edhe në formë detajizuar. Në mënyrë detajizuar. Pra nuk do të mjaftohen por t'i thirrëm njerëz në largimin prej shirkut, mu mjaftohet me thonë që shirku është mëkati më I madh. Shirku është mëkati që Allah nuk e fal. Shirku është mëkati I vetëm që dërgon në zjarr xhehenamit, që Allah nuk e fal, kështu më radhë dhe mu mjaftu me kaq. Mirë po do të më tregu detajet e shirkut. Çka është shirk? Llojet e shirkut, shirku I madh, shirku I vogël, shirku I fshehtë, shirku që bëhet haptazi. E kështu më radhë dhe llojet detajet më të thjeshta që I kanë bënë me shirkun. Po që njerëz të jenë ndjeni të plot se çka është tauhid dhe çka është shirk. Përndryshe ne, do thotë nuk e kemi kry amanetin me cilën na ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Po pasi që të mësojnë vetë tauhidin, edhe të kundërtën e tij, pra shirkun, atëherë do të mi bë thirrje, mi bë davet edhe të tjerën këtë tauhid, edhe mi dalu pikë këtij shirku.
Dhe kjo ka qenë rruga e gjithë pejgamberëve, edhe rruga e gjithë e dërguarve të Allahut, alayhimus salatu wassalam. Këtë kanë thirrë në këtë rrugë. Pra kanë thirrë në davat në mënyrë përgjithshme, mirë po pas saj kanë kalu në tauhid, do të kanë thirrë në mënyrë përgjithshme, mirë po pas saj kanë kalu edhe në mënyrë të detajzuar, në hollësira. Pra e kanë treguar se çka është tauhidi dhe çka është shirku në detajet e tij. E ai i cili thirr në këtë mënyrë në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, pra me detaje, atëherë patjetër kanë më ardhur atij gjëra të paqarta, ato dyshime pe arveshve të tauhidit, ose atyre që nuk e zbatojnë edhe nuk mundohen me realizu tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili thirr në tauhid në mënyrë përgjithshme, në mënyrë përmbledhur, atij nuk i vijnë këto dyshime. Ka se që kemi thënë derisa e kaluam, nëse te thirr në mënyrë përgjithshme tauhid dhe tregon vlerën e tauhidit, këtë kanë me ta pranu këtë thirrje. Edhe ata që i bojnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Nga se ti kur bësh davat thirrje në tauhid në mënyrë përgjithshme, atëherë secilit prej dëgjuesve i mbetet me gjyku se çka është tauhid. Pastaj ai vetë gjykon. Edhe din që të shumica njerëzve tauhid llogaritet vetëm me besu që Allah është Zot, krijues, edhe furnizuesi i këtij universi, që kanë besuar edhe mushrikët e Mekës. Por nuk e kuptojnë që tauhidi është me njësu Allah subhanahu wa taala më. Po ashtu ai i cili ndalon njerëz i shirku vetëm në mënyrë të përmbledhur, këtë njerëz të pranojnë to. Do thotë që shirku është mëkati më i madh që Allah nuk e fal, çdo mëkat tjetër e fal përveç shirkut. Mirë, po ai ato pastaj interpreton sipas mendimeve të tina, sipas dëshirave të tij. Edhe shumë prej njerëzve mendojnë që shirku është vetëm me besu që Allah ka edhe një ortak në zotërimin e tij, pra me besu edhe një zot dytë. A nuk e dinë që shirku është që ti Allahut më shoqëru në adhurimin tonë të kanë tjetër përveç tij. Po më adhuru të kanë krahas Allahut subhanahu wa taala zbashku me ta. E kështu më radh. Pra ai i cili sa më shumë që ti i shton detajet, hollësirat rreth tauhidit, se çka është tauhidi, edhe gjithashtu rreth shirkut, aq më shumë kanë motor ty ato dyshime dhe paqartësi për njerëzve. Po për atyre që pi mos dijes apo qëllimisht sjellin dyshime rreth tauhidit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe ti nëse bën thirrje, i bën dava të tjera në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, në mënyrë të detajzuar. Atëherë patjetër ata kanë me sjell ty në çdo çështje të tauhidit kanë me ta sjell kanë dyshim. Për shembull, nëse ti i thon që me lut dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala shirk, po shirk i madh, atëherë më herë kanë me torë ty nisën dyshime apo paqartësi që ata i sjellën rreth kësaj çështje. Apo nëse i thu me lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shirk i madh, kanë me sjell dyshime të tjera. Por është meselja tjetër i thu me lut njerëz të mirë, njerëz të devotshëm. Ju bë doa ta me lut përveç Allahut, është shirk, kanë me të sjellë edhe disa dyshime të tjera. Nëse i thu me therr kurban, për dikon tjetër përveç Allahut është shirk i madh, kanë me të sjellë prapë këto disa dyshime të tjera. Nëse i thu mu zotu, na më dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala është shirk i madh, edhe këtu pastaj kanë me të sjellë dyshime të tjera. E kështu më radh, domethënë çdo detaj të tauhidit apo çdo detaj shirku që ti i thirr njerëz, edhe ja sqaron ato detaje ata kanë me të sjellë ty dyshime. Po qëllimi i dyshimeve është që mundohen përmes atyre dyshimeve me përligj apo me justifiku me pat lejume punën e tyre, veprën e tyre dhe mos me llogarit si shirk. Pastaj këtu e kem edhe një dyshim tjetër, cilin e sjellin ata që i atribuohen islam muslimanëve ose i atribuohen atyre që thirrën në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. O të shumë thirrje davete që ekzistojnë sot në botën islame, kur i përmendin disa prej këtyre llojeve shirku, që i përmendën më lart thonë kjo është shirk. Mirë, po çka thonë është shirk i vogël. Nuk është shirk i madh. Edhe kjo është një dyshim shumë i madh që e sjellën. Edhe që çarkullon në mesin e shumë prej atyre që e kanë veten e kanë atribuar veten e tyre thirrjes drejt Allahut subhanahu wa taala. Po ndjekës dhe pasuesit e xhamateve ndryshme që ekzistojnë sot në botën islame. Thonë me thirrje do të kontetë veç Allah subhanahu wa taala, kurban është shirk, mirë po është shirk i vogël që nuk nxjerr pe fesë të Allahut subhanahu wa taala. Apo muzatu në emër dikujt tjetër veç Allah subhanahu wa taala, gjithashtu thonë është shirk.
mirë po shirk i vogël, jo shirk i madh. E kështu më radhë me shumë çështje të shirkut, ata mundohen që gjitha këto lloje të shirkut të madh mi llogarit apo mi konsideru sikur shirk që do të thonë që janë çështje për shirkut të vogël. Për shembull, ti si thers në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, momentin që ti do të thirr njerëz në tauhid për shumë detaje dhe i ndalon për shirkut gjithashtu në detaj. Po e themelon të njerëz tauhidin e Allahut subhanahu wa taala në mënyrë të përgjithshme. Edhe të detajuar, ata më njëri sjellin këtu dyshime dhe çka do thotë mundohen përmes tyre me shkatërru davetin tonë, thirrjen tonë. Mundohen që përmes tyre me shkatërru thirrjen tonë edhe davetin tonë. Prandaj sjellin dyshime vazhdimisht, në varësi të kuptimit të tauhidit që ja bojnë ata apo shirkut. Ata në varësi të kuptimit tyre, ashtu edhe sjellin dyshime, do thotë rreth tauhidit të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe do thotë imam i njohur Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, pasi që daveti i tij në thirrja e tij ka qenë edhe në mënyrë të përmbledhur, po edhe në mënyrë detajuar. Më njëherë do thotë kur i ka filluar mi thirr njerëz në këtë davet, kanë filluar me ardh shkribe ndryshme, libra, broshura, letra për njerëzve, po në kohën e tij edhe me sjell dyshime rreth davetit të tij, apo letra tjera të cilat o të përshkruajnë ato si njeri të humbur. Po njeri që e ka deviju rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kështu më radh. Ta për shkak se këto dyshime kanë qarkulluar gjatë kohës tij, po kur ka jetuar shehu, Allahu mëshiroft, ai ka shkruar këtë libër. Po të kesh fush shubuhat, largimi i dyshimeve. Pra librin që inshallah do ta shpjegojmë ndërsa tash. Largimi i dyshimeve. Po mi largu i zbulu dhe mi largu ato dyshime cilat arvesht e tauhidit i sjellin rreth tauhidit të Allahut subhanahu. E dyshimet nuk kufizohen vetëm ato që ai ka sjell autori në këtë libër, por ato janë më shumë. A dietarët e përmendën që në çdo vend ku i bëhet shirk Allahu subhanahu taala, se ti uston e i thirr ata për tauhidin e Allahut subhanahu taala, atëherë kemi gjetë dietarët e shirkut, dietarët e rrugës të humbur, ato vende që kanë mësjell dyshime që nuk janë vende tjera. Pa dyshimi patjetër ndikon në zemër, e bën efektin e saj në zemër. Edhe nëse nuk bën efekt tjetër, mjafton që ai i cili e dëgjon dyshimin me mbet me dyshje. Pra dhe kjo është një gjë shumë e rrezikshme, është një fatkeqësi. Për shembull, dikush edhe pse do thotë e din se çka është tauhidi, e din se çka është shirku. Mirë, po momentin kur i vjen ky dyshim, nuk është i bindur në ato që ka thonë dietarët rreth tauhidit edhe rreth shirkut. Fillon me pas dyshim. Qysh kështu? Këto ndoshta e gjojnë edhe të disa që i atribuohen dijes për universitete ndryshme, apo ata cilët kanë kryer shkolla ndryshme, apo për shkollave, fakulteteve, universiteteve bashkëore, kështu më radhë, në këtë kohë, domethënë. Pra ata që janë në vendin e tauhidit, që është Arabia Saudite. Pra ata janë njerëz të fitrës, natyrshmërisë. Edhe nuk e besojnë edhe nuk e pranojnë shirkun. As davetin shirk. Edhe ata janë bindur domethënë që ajo që ka shërua Allah subhanahu taala në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe dietarët pas tina deri në ditën e sotme rreth tauhidit, kjo është e vërtetë. Mirë po, në zemrat e tyre ka një lloj dyshje. Cila është ajo? Po se ajo që veprohet tek varret e të vdekurve, tek njerëz të varret e njerëzve të devotshëm, apo që i quajnë evliya, me thonë që kjo është shirk edhe kufër që nxjerr njeriu prej fesë të Allahut subhanahu taala, thonë kjo është një çështje shumë e madhe. Do thotë më akuzuar njerëz me këtë gjë. Edhe në këtë mënyrë domethënë shtohet edhe më shumë me dyshja kur te ja përmend ato fjalë që i ka përmend shefu në disa prej librave të tyre, edhe në këtë libër, po në librin Kashfu Shubuhat, po thotë se shirku i mushrikëve bashkëkohor
Po pavarësisht, do thotë kanë ekzistuar në kohën e vetë autorit apo që jetojnë në kohën tonë, ata cilat zemrat e tyre janë të lidhur për njerëz tjerë, po për njerëz devotshëm, për njerëz vdekur që janë varrosur jo për Allahun subhanahu wa taala, thot shirku këtyn është më i madh se sa shirku që ka ekzistuar në kohën e xahiliyetit, po periudhën e ignorancës para islamit. Në këtë mënyrë shtohet me dyshje edhe më shumë zemrat e tyre. Për shkak këtyre dyshimeve që i sjellin ata. Po për dyshimeve që ata i sjellin është ose që njeriu mundet mi dëgju dhe pastaj me ndikun e zemrën e tina, po pas së fen zemrën e tina është që thonë çysh ka mundësi që ata mi quajt mushrik, përderisa ata falen, agjerojnë, bojnë hajj në ballën e tyre, ose në ballat e tyre isha edhe shenjat e sejdës, isha shenjat gjurmt e adhurimit të madh që e bojnë, bindjes madhe, vepra të mëdha që e bojnë për Allahun subhanahu wa taala. Bale thotë shumë prej tyre janë edhe zahida, në këtë dunja, apo shpesh i kemi pa dhe duke shajt për frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe këto shtohet edhe më shumë dyshime. Çfarë ka mundësi që për këta njerëz me gjiku që i bojnë shirk Allahut subhanahu wa taala, kanë bërë shirk madh dhe kanë dalë prej fesë. Kështu që ai i cili nuk është i mbrojtur, i fortifikuar me tauhid, ai i cili vazhdimisht nuk e përsërit tauhidin, meselet e tauhidit, edhe do thotë shirkut, ai patjetër ka marrën këtë dyshim. Patjetër ka marrën këtë dyshim. Ka se nuk e ka kuptuar këtë parim mallor. Nuk e ka kuptuar këtë bazë të madhe të fesë të Allahut subhanahu wa taala. Në Arabinë Saudite, që thotë edhe vetë komentuesi i këtij libri, ndashta thotë këto probleme nuk ekzistojnë edhe shumë apo këto dyshime. Kështu që thotë ndashta nuk kemë nevojë shumë i kundër përgjigj këtyre dyshimeve. Mirë po thotë ata që jetojnë në vende të tjera. Ai thotë që e ka ballavaçohet, ai fronti është shumë i madh, do thotë mes ehlut tauhidit dhe ehlut shirkit, kur shkon, do thotë në ato vende të tjera ata në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Po kur ti përballesh apo ballavaçohesh me njerëz që thirrën tauhid, edhe thirrën në shirk edhe thirrën në humbje ndalalet. Po të ai i cili uston këto vende, edhe shikon gjendjen e njerëzve që janë aty. Edhe do thotë i thirr ata në tauhid, në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë probleme, po ashtu edhe në mënyrë të detajuar, atë patjetër thotë kanë me ardh fjalë, vepra, dyshime, gjëra ndryshme, çuditshme thotë që nuk i ka dëgjuar më herët, apo as nuk i ka shkuar në mendje thotë. E thotë nëse ai nuk është i mbrojtur, nuk është i fortifikuar me tauhid, atë ka mundësi që me deviju dhe me rrit për rrugës drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe do thotë zemra e tij mund vendos këto dyshime këto me dyshim. Po mos me kuptu hakun drejtën e madhe që ka Allah subhanahu wa taala ndaj robëve të tij, që është tauhid, dhe me menduar që njerëzit edhe pse i bojnë shirk Allah subhanahu wa taala, nuk mundun mi shujt ata si mushrik. Apo nuk mundun me thonë që ata kanë bërë shirk të madh kështu më. Edhe kështu thotë bjen në një humbje në devijim shumë të madh. Për këtë arsye edhe autori ka shkruar këtë libër. Po kesh për shembull largimi i dyshimeve. E ka shkruar këto, ja largu dyshimet mushrikëve. Jo, përkundrazi ai ka shkruar këto ja largu dyshimet muslimanëve. Njerëz që thirrën tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Muslimani i cili i bën tauhid e njëson Allah subhanahu wa taala me adhurim. Për këtë arsye edhe ky libër është shumë i shkurtër. Por është i përmbledh. Nuk është i zgjeruar me detaje kështu më radh. Dase muahide ai që njëson Allah subhanahu wa taala ka nevojë që ju largu dyshimet rreth kësaj çështje. Po që në tauhidin e Allah subhanahu wa taala edhe gjithashtu në ndalimin prej shirkut mos e pas kurfar dyshim. Edhe pse nuk ka dyshim që rruga e drejtë, po menhexhi i drejtë, rruga e drejtë, edhe saktë është që njerëzit mos më përmend dyshimet hiç. Ka se ka mundësi që njëri kur mos më dëgjoj për këto dyshime. Ta zemra e tina nuk e ka këtë dyshim qysh në origjinë. Kështu që ti kur e sjell dyshimin edhe kundërpërgjigjen ndaj saj, ndaj atij dyshimi, ka mundësi që ai mos më kuptoj kundërpërgjigjen. E zemra e tij mu lidh për dyshimin. Edhe kjo është ndonjë nganjëherë. Sidomos këtë çështje, pra. Kjo është çështja e tauhidit dhe shirkut. Do thotë që armërisht e tauhidit e shohim që ata kur i sjellin këto dyshime, i sjellin nga aspekti i emocioneve, ndjenjave.
Kurse kundërpërgjigja në këto dyshime është kundërpërgjigja akademike, që ka të bëjë me dijen. Po me argumente kështu me radhë. Edhe është e njohur do thot për rregulla të vendosura, po të njohura në davetin, do thot thirrjen që ja bën tjerëve, është që me njoft shpirtin, psikologjinë e njerëzve. Edhe për rregulla që përmenden aty është se ndikimi që bëhet tek njerëzit përmes emocioneve, përmes ndjenjave është shumë më i madh se sa ndikimi që bëhet te ata përmes dijes. Po përmes vendosjes të bazave, argumenteve, dijes, diturisë kështu me radhë. Për arsye se prej dijes nuk ndikohet veç se ai i cili është i përgatitur për me pranu këtë dije, ai i cili ka mundësi me pranu edhe me perceptu këtë dije. Po me u fol mendjeve edhe zemrës me argumente, me prova, këto nuk ka mundësi me kuptu gjithkush. Mo këto kuptojnë vetëm njerëz të veçantë. Ata cilët arrin me pranu këtë dije, me perceptu edhe me kuptu ato. Kurse ndjenjat, emocionet e pa kontrollume, po kur ti u fol njerëzve me emocione, me ndjenja, atë kjo është ajo që ndikon. Po, edhe nëse nuk ka kurfar argumente në ato fjalët e tua. Po kjo është ajo që do thotë i vë në lëvizje shpirtrat e njerëzve dhe zemrat e tyre. Prandaj këto emocione do thotë rrotullojnë apo ndryshojnë zemrat e njerëzve, edhe shpirtin e tyre. Po ndikojnë te ato më shumë se sa, po lojnë gjurmë më shumë se sa dija, se sa dituria, se sa çështjet akademike. Prandaj për rrugës drejt sakt nuk është që do thotë vazhdimisht njerëzit i fol vetëm për dyshime. Edhe më mundu me i përmbledh gjithë ato dyshime që i sjellin njerëzit dhe me kontrapërgjigj aty. Ka se ka mundësi që pastaj shpirti më lidh për dyshime. Edhe mos me kuptu mirë kundërpërgjigjen që ju bën aty në dyshime. Ka se çysh tham, shumica këtyre dyshimeve janë të bazuara, mbështetura në emocione. Çush e përmendëm më lart dyshime të cilat disa prej tyre thonë çysh ka mundësi që ju po gjikoni për ta që ata bojnë shirk, përderisa ata falen, agjerojnë edhe ata nuk pe lutin dikon tjetër në mënyrë të pavarur përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk pe lutin këta të vdekurit, ta pe adhurojnë Allahun. Edhe këta të vdekur nuk pe lutën aty, nuk pe adhurojnë në mënyrë të pavarur. Po mi adhuru ata dhe me lënë Allahun subhanahu wa taala. Edhe për shohim që ata kanë për ulje gjatë leximit të Kuranit, gjatë namazit, ka pyetje që e bojnë hat me Kur'anin çdo 3 ditë. Ka pyetje që agjerojnë një ditë po, një ditë jo. Tjetri jep sadak shumë. Tjetri bën vepra shumë të mëdha të mira domethënë. Tjetri ka punu për Islam, dhe ka ndihmu Islamin shumë. E kështu më radhë fillon me t'i numëru shumë për veprave të mëdha që i bajnë ata. Po fjalë të cilat ndikojnë edhe do të lëvizin ndjenjat, emocionet e njerit. Edhe më njëherë mundet më rënë këtë dyshim, më thonë edhe problem ku ka me thonë që ai po bën shirk të madh, përderisa po i bëj ato vepra kaq të mëdha. Mirë, po kur vjen puna te faktet, te provat, që janë bazuar në argumente, atëra nuk ka mundësi me arrit me kuptu këto që do të me perceptu me mendjen e tij. Po këto e kupton vetëm ai i cili është i përgatitur me pranu këtë argument, këtë provë. Prandaj është një rregull e përgjithshme që dietarët e përmendin që thonë se argumentet nuk vlen veçse për ata që kanë mendje të shëndosh, intelekt të shëndosh. Kurse emocionet e ndjenjat vlen për masat e gjera, për masat e rëndëmta. Ata i pranojnë këto. Për shembull, për shembujve që i përmendën dietarët në këtë temë është dikush i cili mon hutbe, ndaj khatib, për një temë caktuar, përmes cilës i këshillon dhe i shorton njerëz. Po fillon me fol në atë hutbe, me majt atë hutbe, e kështu me radhë. Mirë po, e shohim që hutbja e tij apo fjalimi i tij nuk ka argumente hiç, është zbrazur për argumenteve. Mirë po, ajo hutbe e mbush me fjalë emocionale. Po fjalë përgjithshme, frikson njerëz. Do sjell shembuj, ngjarje, e kështu me radhë. Edhe pse ndoshta gjysma fjalëve të tij apo ndoshta shumica e saj nuk ka kurfar tekst shariatik, është gabim. Nga aspekti shariatik është këtë gabim.
E shohim se sa shumë dikon kjo hutbe tek ndjenjat e emocionet e njerëzve se sa një hutbje që e moni dietar tjetër për shembull, e cila është e mbushur me argumente pe Kur'anit dhe Sunetit e pejgamberit. Sa shumë do thotë i nxin ndjenjat e njerëzve kjo hutbë. Edhe pse ai do thotë është këshillues, çortues i mirë, do thotë i vën lvizje ndjenjat e emocionet e njerëzve, mirë po, pa dhe shumica njerëzve ndikohen mbi ti, mirë po pak janë ata që thonë kë me këto fjala ka kundërshtu dijen, kë ka gabu. Dhe ka kundërshtu për shembull filan parimin, Kur'anin, Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Patjetër që fjalët e hatibit do të jenë ndërlidhura me shariatin. E kështu me radhë. Do të pak janë ata që e kuptojnë këtë. Kurse shumica ndikohen. Këta që ndikohen, pse ndikohen? Nga se shumica për ty nuk kanë dije. Janë të padijshëm. Ka edhe shumë pitrijo në ashta që ndikohen për këtyre fjalë. Shumë pitrijo nuk janë të njëjtin nivel. Sa i përket dijes, perceptimit, diturive e kështu me radhë. Kështu që shpesh ndodh që ata ndikohen edhe binden në çështja që janë kundërshtim me dijen. Sidomos çështjet që kanë të bëjnë me çështjet e tauhidit. Por këtë arsye më shumë dhe që duhet mi kushtuar rëndësi kërkuesi dijes, ai i cili do thotë e synon Allahun subhanahu wa taala. Pra qëllimi dhe synimi i tij është Allahu. Mu drejtu ka Allahu subhanahu wa taala, më adhuru Allahun vetëm. Po më largu për kësaj dunjaje mashtruese, kësaj dunjaje e cila thotë devjon edhe mashton njërin për rrugës drejt. Edhe më sakrifiku dëshirat, qefet, tekat e tij për atë që është Allahu subhanahu wa taala, për shpërblimet që është Allahu subhanahu wa taala. Ai cili pretendon që e ka këtë gjendje, ose e ka këtë qëllim, këtë synim, atëherë ai duhet që shqetësimi kryesor i tij është me mësu këtë çështje kaq madhore. Pra që do të me mësu tauhidin në detaj edhe gjithashtu shirkun në detaj. Edhe nuk ka mundësi që njeriu do thotë me kuptu këtë derisa të përfundon krejt kërkimin e dijes. Pa edhe me mësu tauhidin, pa edhe dyshime që i sjellën ata rreth tauhidit dhe kundërbërgjigjen ndaj këtyre dyshimeve. Ndoshta do thonë në fillim nuk ki mundësi me arrit me kuptu mirë, me perceptu mirë, po në fund me ndihmën e Allah subhanahu wa taala dhe me mirësinë e Allah subhanahu wa taala arrin me kuptuar rëndësinë e kësaj çështje. Atëherë kemi kuptuar që në kalumin kishin gabim, ka se ndiku për emocionave, ndiku për ndjenja, kurse e vërteta e bazuar në argumente, fakte të qarta, pi Kur'anit e Sunetit me son pejgamberit sa që nga krejtësh. Pastaj komentuesi, pra dietari i njohur Salih al-Sheikhu Allah rujt, thotë që kom prezantuar një herë në një mexhlis të një dietarit ton të madh, thotë edhe ai vazhdimisht ka lexuar tauhid. Edhe kjo ka qenë thotë adeti i tij, zakoni i tij. Ka lexuar librat e tauhidit, i ka shpjeguar ato, shembull librat e dietarit të madh Imamit Muhammed ibn Abdul Wahhab Allahu mëshiroft. Edhe imamave që kanë ardhur pas tij, po edhe atyre që kanë qenë para tij, thotë ka lexuar dhe ka përsëritur vazhdimisht. Thotë edhe një herë ka filluar prapë me lexuar përsërit, thotë edhe njëri prej nxënësve që kanë qenë prezant aty, ka qenë afër tij thotë. Ai ka thonë këto e kemi dëgjuar shumë herë dhe kemi përsërit, nuk kemi nevojë prapë me përsërit. Atëherë thotë ai ka godit me shuklop në faqe. Ai thotë fort e ka godit, saqë thotë e kanë pa shenjat e dorës tina në faqen e tij. Është hidhur shumë dhe ka godit. Më një herë. Thotë unë jam kom përpara tyre, ai kon afër tij thotë edhe e kom pa. Thotë këto nuk ka mundësi me kuptuar rëndësinë e kësaj në veç ai që Allah subhanahu wa taala ka udhëzuar rrugën e drejtë. Ai se le ka e den madhështinë e hakut drejtës të Allah subhanahu wa taala është tauhid. Po kjo çështje kaq madhore. Që është me njësu Allah subhanahu wa taala. Pra që është se ti nëse nuk e përsërit vazhdimisht tauhidin, ke me harruar ato. Ai vazhdimisht ka më shkutu harru. Nëse vazhdimisht nuk e përsërit, ai ka më harru edhe dikur do thotë ka mundësi edhe me mi bësh shirk Allah subhanahu wa taala. Këtë arsye, në fund të këtij librit, pa që është kashfu shubuhat, largimi i dyshimeve, autori përmend disa çështje. Në mesin atyre çështjeve që përmend thotë fetufidu at-ta'lima wa at-taharruz. Këto çështje që i kam përmend këto libra. Ty t'jep dobi që të mëson dyshimet edhe kundërbërgjigjen ndaj tyre. Mirë, po çka? Ta jep edhe sigurinë, mbrojtjen. To që më mbrojt, mos më ra
në këto dyshime, mos më ra prej këtyre dyshimeve. Mirë po edhe në çështje më rëndësitë. Po ma'rifata an qawl al-jahil, ta bën me dije se thënia disa njeranëve që kanë thonë et-tauhid fahimnahu, et-tauhid fahimnahu, tauhidin e kanë kuptuar, s'kem nevojë më fol për to. Mjaft kena fol, kena marrë, do thotë kena shpjeguar librat. E kena kuptuar, s'kena më nevojë më fol për to. An hadha min akbar al-jahl. Dhe kjo është ignoranca, padia më e madhe. Kur njeriu thotë këto, tauhidin e kemi kuptuar, as s'kem nevojë më përsërit ato. Po me kaidi shejtani është kurtha më e madhe që shejtani ja bën njerëzve. Kur ata thonë kemi mësuar tauhidin, mo nuk ka nevojë më. Pelojna mos po flasim për tauhidin derisa të vdes. Kjo është ignoranca më e madhe, kurtha më e madhe që shejtani ja bën njerëzve. Edhe padyshim që ndodh ashtu që shka thonë. Edhe autori Allah më shëroft, nga se këto në e gjejmë vetë në Kur'an, në librin e Allahut subhanahu wa taala. E gjejmë këtë çështje. Po Allah subhanahu wa taala na ka treguar për Ibrahimin alayhis salam. Ibrahim alayhis salam e ka ndërtuar çavën, çfarë lutje e ka bëu Allah subhanahu wa taala. Po surën Ibrahim është në surën në ajetin 35. Çfarë thonë wajnubni wa baniya na'bud al-asnam. Me largon mua dhe pasardhët e mi që më adhuru idhujt. Pa më adhuru tjerë me të Allah subhanahu wa taala. Çfarë thonë dietarët? Ibrahim alayhis salam, që është Khalilullah, i dashuri më i madh i Allahut subhanahu wa taala, mos pejgamberi sa. Ose që këta dy kanë qenë Khalil të Allahut. Është friksu për veten e tij dhe fëmijët e tij, pasardhët e tij që mos po binë shirk, me adhuru tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe një dietar i njohur Ibrahim et-Taymi, Allahu mëshiroft, kur e ka komentuar këtë ajet thotë: "Wa man ya'manu al-bala ba'da Ibrahim." Kush është ai që e siguron veten prej belas pas Ibrahimit alayhis? Kush është ai që i jep garancë veten dhe siguron veten se s'ka marrën shirk pas Ibrahimit alayhis? Kur ai u friksu për veten e tij që mundet të marrën shirk, i po shirk Allahu subhanahu wa taala. Prandaj nëse ti nuk e siguron veten për kësaj belaje, për kësaj fatkeqësie të shirkut, atëherë patjetër dohet që ti më vendos mburojë rreth në muret të fortifikuar, në ndërtesë solide, që të pengon apo ndalon që ti me ran këto dyshime, apo do thot më tregu me pas lehtësime rreth çështjeve të tauhidit apo rreth çështjeve të shirkut. Disa thonë, a është e mundshme që na mu kthyer me adhuru prap idhujt, edhe me adhuru tjerë përveç Allah subhanahu wa taala? Përgjigjja është që ndoshta na nuk mundem me bëj këto. Ja, mirë, po kjo ndodh me mirësinë e dhuntinë e Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta këtë gjenerat nuk ndodh, ose në mesin tonë që e kemi kuptuar. Mirë po, nëse ti fillon me tregu lehtësime në një çështje të shirkut, apo të tauhidit, sa do vogël çështja. Atëherë pas një kohë njerëz kanë filluar me bëj lehtësime në çështje tjera, detaje tjera të tauhidit apo të shirkut. Edhe vjen një kohë, një fazë kur njerëz më nuk e këshillojnë njëri tjetrin për tauhid. Edhe nuk e këshillojnë njëri tjetrin mund ndalu prej shirkut. Do thotë me kushtu kujdes tauhidit, edhe mu largu, edhe mu ndalu prej shirkut. Edhe kështu me radhë gjenerat mas gjenerat e vjen deri te shirku. Këto mundon, që është edhe vetë komentuesi Allahu mëshiroft, thotë mundon me marrë si shembull një gjë që e kam pa vetë thotë me sytë e mi. Do thonë, kjo dietare jeton edhe jad. Allah rujt. Thotë edhe ka ndodhur një shtëpi afër meje. Po ne kemi pas si kujshi ata. Në lagjen që cilën jetojnë. Thotë një rast, pas namazit drejtë sot para një shtëpive të lagjes tonë, e cila thotë është ndërtuar rishtas. Po shtëpi e re, thotë i kum pa 2 punëtor të pakistanez, sa atje shkojnë shumë punëtor të huaj me punu. Thotë e kum pa e kanë marrë thotë një dele dhe e kanë thirrë në prag derës. Çu shbojnë të natë thotë që e thirrën një dash apo një dele në temel. Thotë edhe kanë filluar gjakun kur ka dalë me do thotë fuqishëm që mos e kanë thirrë thotë me log atë pragun e derës me atë gjak. Thotë unë kum dëgju për këtë formë të shirkut librat e dietarëve dhe fjalët e tyre. Mirë po thotë kur me sytë e mi se mund po. Kur të thotë thash po e shoh në Riyadh, kryeqytetin e Arabisë Saudite, aty ku është vendi i tauhidit. Për nga thotë në ardhja,
Kjo thot në arë se na kena fillu me letësu çështjen e mësimit të tauhidit. Ose, thot kjo vjen për fjalët atyre që thonë, tauhidin e kemi kuptu. Për ashtu thot fillojnë njerëz, çka me letësu thot, çështjet e tauhidit dhe shirkut edhe pastaj fillojnë thot mu zhvillu, ndërtu gjenerata që nuk e njohin tauhidin, nuk është vendosur në zemrat e tyre nxehtësia e tauhidit. Në këtë mënyrë thot fillojnë me të përtu tek musliman, të ata që e njësojnë Allahun, që ata që mundohen me realizu tauhidin, fillojnë me të përtu këtë çështje të shirkut. Dhe për gjëra thot që na detyrojnë neve të pas frikë vazhdimisht, është se ka mundësi që në mesin tonë mos e pas njerëz, do thotë që i drejtohen dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Pra në këtë kohë. Ose që thot, do të komentuese në Arabinë Saudite. Mirë po thot, kjo ka mundësi shumë ndodh pas kësaj kohe, pas gjeneratës tonë. Nga se Allah subhanahu wa taala thot asnjë vendi nuk i ka dhënë sigurinë e plotë. Prandaj edhe banorët e Gadishut dhe Tarbek thot nuk e kanë sigurt që s'kan më rrosh shirk mas një kohë, nëse ata vazhdojnë me lehtësu çështjen e tauhidit edhe të shirkut. Prandaj thot njerëz të Gadishut dhe Tarbek në kohën e pejgamberit son këtë kanë hyrë në Islam, janë bërë muslimanë. Mirë po pas vjedhjes pejgamberit son shumë prej tyre kanë bërë vërtet, kanë dalë prej fesë Allah subhanahu wa taala. Mirë po thot, është edhe një çështje tjetër, ai gjithashtu që është fatkeqësi, thot edhe që njeriu duhet me ulumtun veten e tij mos a e ka këtë më dyshje apo jo. E që është më dyshje rreth pranimit fjalëve dietarëve në çështjet e tauhidit. Po që është më lart shumë për njerëzve ka mundësi që zemrat e tyre më ekspozu kësaj më dyshje apo këtij dyshimi. Edhe çka më thon dietarët e tauhidit kanë shtrënguar fort. Do thotë që kjo çështje është shumë e lehtë. Mirë po dietarët tonë janë skajshmëri të shtrëngimit, për shtrëngojnë fort, ndajnë skaj për shtrëngojnë këtë çështje, nuk ka nevojë kaq shumë të shtrëngu. Në momentin thot kur njeriu fillon me mendu këtë mënyrë, për dietarët e tauhidit dhe mos më vranu fjalët e tyre, atëherë thot fillon me ajo mungesa apo mangësia në praktik. Pra se thot më herë fillon zemra me pas me dyshje. Ja nuk ka më dije edhe bindje të plot në hakun drejtën që ka Allah subhanahu wa taala ndaj robëve të tij, që është tauhidi. Pa më njësu Allah subhanahu wa taala me tauhid. Edhe fillon thot me pas me dyshje rreth vendimit për mushrikun që ai është mushrik. Apo thot fillon me pas me dyshje rreth forma ndryshme të shirkut, sa janë vërtet ato shirk apo jo. Po edhe me këtë me dyshje njëri apo zemra e njeriu është në dyshim. Kjo është rrezik, do thotë që njeriu më pas dyshim. Apo ndoshta thotë ai vetë adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe do të me adhurimet e tina kërkon vetëm afrimin te Allahu subhanahu wa taala. Mirë po zemra e tij nuk llogaritet si zemra shëndosh. Po zemra e pastër, ose sheshun Allahu selim, qalbun selim, zemra e pastër. Ato këto gjëra që ka hyrë në zemrat e shumicë, shumë prej njerëzve. Po nëse ti thotë takosh me njerëz apo lëviz në përvene ndryshme udhton edhe i takon ata e gjon këtë gjë. Pa vren që e kanë këtë dëshim zemrat e tyre. Prandaj thotë si përfundim i kësaj është se ky libër po që është kjo shubuhat, ti sjell ty bazat e dyshimeve apo themelet e dyshimeve të cilat kanë çarkulluar në kohën e thirrjes të autorit, pra Muhammed ibn Abdul Wahhab Allahu mëshiroft. Edhe që është më rëndësishme se aty do thotë zgjerohet shehu shumë për më na shpjegu neve dhe me kuptu gjendjen e njerëzve gjahiljetit që kanë qenë para se mu dërgu pejgamberi sa, po periudha para se mu dërgu pejgamberi sa. Qysh ka qenë shirku i tyne? Kjo është më rëndësi me kuptu. Qysh ka qenë shirku i tyne? Cila ka qenë gjendja tyre sa i përket adhurimit edhe fesë cilën kanë qenë ata? Cilat kanë qenë idhujt e statujat që i kanë adhuru ata? Si arritan ata pas kësajna që mi adhuru dhe me lekt? Po mi ba ata të adhuruar vend të Allah s.a. Po ashtu mi adhuru dhe gjente dhe shejtan, edhe forma tjera ndryshme për formave të shirkut që janë të njohura që kanë ekzistuar në mesin e tyre. Prandaj ai i cili dëshiron me qenë i fortë, i fuqishëm në kundërpërgjigje ndaj dyshimeve, që i sjellin ata patjetër dohet spari të zgjerohet
me kuptu gjendjen e arabëve që kanë qenë në xahiliet. Po periudhën e ignorancës para islamit. Po mënyrën me kuptu gjendjen e adhurimeve tyre ndryshme, cilat kanë qenë zotat që ata i kanë adhuru vend të Allahut subhanahu, cilat kanë qenë bindjet edhe besimet e tyre kështu me radhë deri në fund. E kjo, për me kuptu këto më mirë atë, kjo na ndihmon nëse ne po i përcjellëm disa hapa ose i ndjekëm disa hapa. E para është që mi lexu librat, të cilat neve na njoftojnë, na tregojnë se si ka qenë gjendja e arabëve në periudhën e xahilietit. Çush ka qenë feja e tyre, adhurimi i tyre. Po mi lexu librat e atyre autorëve që kanë hulumtu këtë çështje. E kështu më radhë. Janë i numër të librave që i përmend edhe autorë mirë, po ato pasi që nuk janë në vendin tonë përkthime, tapet e i kalojnë. Pra, e rëndësishme është që ti duhet shumë me lexu, po me tër lexu, mos zgjeru shumë në kuptimin e gjendjes periudhës para shpalljes ose para ardhes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se pejgamber, para se me ardh Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me këtë dritë, me këtë udhëzim prej Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu me kuptu do thotë edhe vetë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili do thotë na e bën neve me të qartë dije se cila ka qenë gjendja në cilën do thotë kanë qenë njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ti nëse e kupton gjendjen, atëherë kemi kuptuar edhe domethënien e ajeteve që kanë zbritur për ata njerëz. Kemi kuptuar edhe domethënien e fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kemi kuptuar domethënien e thirrjes tina, davetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu nëse e kupton gjendjen e tyre, atëherë do të mi kushtuar rëndësi edhe poezive, të cilat kanë ekzistuar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose në kohën e xahilietit para se morë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka sa arabët shumë prej formave të shikut e kanë përmendur dhe kanë thënë në poezitë e tyre. E kanë thënë në poezitë e tyre. Prandaj është e rëndësishme me ditë gjendjen e arabëve, po mushrikëve që kanë qenë në kohën e personave, në kohën palatina, po që njësi periudha e xahilietit, periudha e xahilietit. Kështu kemi mundësi të kuptojmë më mirë Kur'anin edhe hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ajetet që kanë zbritur për çështjet e tauhidit dhe çështjet e shirkut. E dyta është mi lexu librat e tefsirit. Po ajetet që flasin rreth shirkut mund dalë edhe me lexu se çka kanë thënë dietarët e selefit, dietarët e gjeneratave të parë të muslimanëve. Për shembull kur Allah subhanahu wa taala urdhon për tauhid, apo kur Allah subhanahu wa taala i përmend ahlul jahiliyyah, po njerëzit e jahilietit, pavarësisht ta kanë qenë këta analfabet, pa arab apo kanë qenë për historinë të librit. Edhe çka lexon tefsirin, komente që ja kanë bërë dietarët e selefit këtyre ajete. Nga se dietarët e mëdhenj tefsirit që kanë ardhur, po i shujnë dietarët e tefsirit, ata që kanë komentuar apo kanë interpretuar Kur'anin, ata do thotë e kanë shtrembruar komentën e këtyre ajeteve prej komentit të parë. Pra nuk i kanë komentuar këto ajete ashtu siç i kanë komentuar selefit, dietarët e selefit. Prandaj të shumë prej ufesirave, komentuesve dhe interpretuesve të Kur'anit më vonë shumë, tauhidi nuk llogaritet që është vetëm me njësu Allah subhanahu wa taala në adhurim. Këto se llogaritën ata tauhid. Mirë po çka e llogaritën ata si tauhid? Po tauhid është vetëm me besu që Allah subhanahu wa taala është krijuesi vet, apo Zoti vetëm i këtij universi. Do thotë nëse ti e ke këtë tauhid atë te e ke realizu tauhidin e kemi hinë xhenat, kemi shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Mirë po nëse i kthehemi te tefsirat e selefëve dhe shohim se ata do thotë janë kundërshtim plot me këtë tefsir që ata e kanë bërë ajeteve. Por edhe kanë treguar se tauhid është me njësu Allah subhanahu wa taala vetëm. Kjo është tauhidi që shpëton njeriu nga zjarri i xhenemit edhe inshallah do thotë bëhet sebeb me hinë xhenet. Jo tauhid rububie, pra vetëm tauhid uluhie. Për shembull kur përmenden idhujt edhe statujat, cilat janë ato ose cilat janë zotat që i kanë adhuruar njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para tina, e shohim që këta të mëvonshmit i dhojnë atyre një tefsir tjetër, jo që ka dhënë selefi. Po këta e dhojnë një tefsir, selefi ka dhënë tefsir tjetër. Për këtë arsye edhe vetë shejhu, Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, i ka kushtuar rëndësi të madhe të kuptuarit e tefsireve të selefit, komentimeve që selefi ja kanë bërë ajeteve.
Pra vazhdimisht I sjell tefsiret e selefit si argument, si provë për tauhidin. Dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Po me ditë tefsire, me ditë komente që janë selefi ajeteve të tauhidit apo ajeteve të shirkut. Edhe vetë do të thonë autori në shumë vende zgjerohet shumë edhe ja mëson njerëzve. Edhe ju tregon njerëzve që ja këto gjëra kushdo që ju kthehet librave të tij të autorit edhe I lexon ato, ka me gjetë këtë gjë. Edhe këto e gjon mesin e librave të autorit. Që autori do thotë tefsirin që selefi ja kanë bërë ajeteve të tauhidit apo ajeteve që flasin rreth shirkut, I ka vënë si çështje edhe si dobi që I sjell. Po për këtë ajeti përfitohet kjo. Kjo do thotë çështja e tauhidit apo kjo ajet tregon ndalon për kësaj çështje të shirkut edhe çka I kthehet tefsira apo komentet të selefit. Por me tregu se kështu do të kuptohet Kur'ani. A kështu e kanë kuptuar të parë tonë të mirë. Lloji I tretë I librave që do t'i referohemi për me kuptuar mirë këto është librat e Sheikhul Islamit Ibn Taymiyes edhe Ibn Qayyimit Allahu më shëroft. Sidomos libri I Sheikhul Islamit është Iqtida Siratul Mustaqim fi mukhalati ashabil jahim. Kjo është përkthim edhe shqip. Do në fund libri I tina ai folë rreth çështjeve të tauhidit dhe rreth çështjeve të shirkut. Po ashtu në fund libri I tina Tadmuriyya apo Tawassul ul Wasila, po libri që flet rreth tawassulit edhe wasiles. Apo libri I tjetër që quhet Al-Istighathat al-Kubra, apo që ndryshe quhet edhe Ar-Radd ala al-Bakri, ku dërbëgjigja ndaj Bekrit. Apo Ar-Radd ala al-Ikhna'i. Dhe libra të shumta. Në to libra Sheikhul Islami Ibn Taymija Allahu më shëroft I sjell si bazë, si parime shumë mesele të tauhidit. Qëllimi është tauhidul ibadah, me njësu Allah subhanahu taala me adhurim. Edhe tregon gjendjen e mushrikëve që kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Cila ka qenë gjendja aty? E katërta është ju kthy librave që thon të këtij imamit të madh që është Muhammed ibn Abdul Wahhab, djemve tina, nxënësave tina, edhe atyre dietarëve që kanë ardhur pas tij, edhe kanë shumë të tillë. Edhe pesa është më kthy fetvave dietare bashkëkohore, që është dietari I madh. Abdulaziz bin Baz Allahu më shëroft, po ashtu Sheikh Uthemini. Edhe dietarët më që janë këtë kohë. Ju kthy fetvave tyne edhe me kuptu se si e kanë definuar të tauhidin edhe shirkun. Edhe me lezu se si e kanë përshkruar ata gjendjen në cilën kanë qenë arab në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe para tij. Do në këtë mënyrë zinxhirore, nëse te do thotë lexon librat e dietarëve që kanë folur në çështjet e tauhidit, në këtë mënyrë shi përmendëm, edhe në çështjet e shirkut, atëherë ty komë të bëjë qartë se si më kundërvëgjigj këtyre dyshimeve. Mirë, po nëse e bën të kundërtën, po fillon pi librave të mëdhenj ai duke shumë ka e para e kështu me radhë, atëherë ti ke pas tauhid pa dyshim, ke me ditë çfarë është tauhidi, çka është shirku. Mirë, po nuk kemi poseduar aftësinë më kundërvëgjigj dyshimeve. E këto libra që I përmendëm më lart, disa prej tyre do thotë janë të veçanta në kundërvëgjigje ndaj dyshimeve. E disa prej tyre do quhen këtë mënyrë. Do kutubur rudud. Libra të refuzimeve. Prej tyre për shembull është libra që është thamë Sheikhul Islamit, Ar-Radd ala al-Bakri. Po kundërvëgjigja ndaj ose refuzimi ndaj Bekrit. Ky është libri më I madh, më shton këtë që flet në këtë temë. Po ashtu janë librat e imamëve të këtij daveti që kanë ardhur mas Muhammed ibn Abdul Wahhab Allahu më shëroft. Që është Ar-Radd ala Uthman ibn Mansur, kundërvëgjigja për refuzimi ndaj Uthman ibn Mansurit. Që është I dietarit njohur Abdurrahmanit al-Sheikh, Allahu më shëroft, që është pinipave të sheikhut. Po ashtu Abdul Latif. Po ashtu është libri vetë ky libër që është me neve, po Kashfu Shubuhat. Apo libri Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik at-Tauhid. Po libri që na tregon se ai që lën tauhidin e praktikës ai ka bërë kufër. Që është prapë I vetë autorit. E kështu më radhë libra të cilat quhen rudud, po libra të refuzimit. Edhe libra tjera që do thotë janë pi dietarë që nuk janë të Arabi Saudite, mirë po që kanë jetuar në vende tjera dhe ju kanë kundërvëgjigj njerëzve të cilët kanë sjellë dyshime rreth tauhidit të Allahut subhanahu taala. Po këto libra të refuzimeve ty ti sjellën në mënyrë të përmbledhur këto dyshime, edhe gjithashtu ta sjellën në mënyrë të përmbledhur kundërvëgjigj ndaj tyre. Edhe vetë Kjo komentuesi, pra dietari I madh, Salih al-Sheikh Allah rujt, thotë unë kam pas ide, edhe ja kam dhënë si ide disa pe nxënësave të mi, disa pe
vëllezërit tonë thotë që mu mundu mi mbledh këtë dyshimet. Çka kena has deri tash, çka kena dëgju pi njerëzve, edhe kur kena udhëtuar, kena bërë da'at kështu më radh. Po dyshimet që armisht e tauhidit sjellin kundër tauhidit apo që mundohen me përlish shirkun. Mënyrë thotë që me ka një libër i cili përmbledh gjitha dyshimet, edhe kundërpërgjigjen ndaj tyre. Mirë po thotë, na kanë dalë shumë dyshime. Edhe libri u bë shumë i madh. Jam kundërpërgjigjen ndaj disa prej dyshimeve thotë ka do të mos zgjeru shumë, më shfu tepër gjatë. Kështu që thotë se rezultati i këtij tubimi na ka dalë që ka shumë dyshime. Edhe ka mundësi thotë që disa prej këtyre dyshime janë disa vende të tjera, mirë po njëta dyshime nuk janë në një vend tjetër. Kështu që thotë ku më të arsyeshme që botimin e këtij libri më shtyp për një kohë tjetër. Nga sa thotë, përderisa disa prej dyshimeve nuk ekzistojnë në një vend, atëherë thotë nuk ekziston mundësia që ato dyshime kur ti lexojnë këto libra pastaj mu bota dyshime edhe të atij vendi. Edhe do thotë mu bota dyshime të reja që njerëz nuk i kanë njohur më herët, nuk i kanë ditë më herët, edhe me fillu pastaj edhe ata me pas dyshime rreth aty në çështje. Prandaj thotë ashtu që do ha më lart që ajo që do në këtë çështje, po që është largimi i dyshimeve është që më e rëndësishme që është që do të mu stër zgjeru. Po mos zgjeru shumë në kuptimin e gjendjes në cilën ka qenë arabët para islamit. Kjo është për gjërave që më shumë do të bën dobi ty në këtë temë. Po që është tema me u kundërpërgjigj dyshimeve që i sjellin armisht të tauhidit. Prandaj thotë për gabimeve të mëdha që i sjellin disa prej njerëzve është se këto pra dhe që i kam përmani imam të këti davajte për davajte të tauhidit është se disa thonë këto ajete cilat ju po i sjellni, cilat ka gjykim për mushrikt. Po ajete cilat tregojnë se ai që e bën këtë vepër është mushrik apo ka bërë shirk të madh kështu më radh. Pra këto vendime që i besjellin përmes të ajeteve, këto kanë qenë për mushrik të parë, kohën e pejgamberit sa. Nuk janë për ta mushrik të sotshëm. Ta dietarët çu kundërgjigjen tyre, i kundërgjigjen është thonë gjendja është e njëjtë. Pra nëse kupton ti gjendjen e mushrikëve të parë, atëra shesh edhe këta kanë rënë të njëjtën gjë. Po edhe gjendja e tyre është e njëjtë. Edhe këta kanë rënë, do thonë shirkun e njëjtë, gjendjen e njëjtë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë? La tatabbi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Pa hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi. Po gjithçysh keni mi pasu rrugët atyre që kanë qenë para jush. Hap pllom mas pllome, edhe kot mas kuti. Pro kemi shku mas tyre. Ata që kanë qenë para nesh, pa para kohës pejgamberit, thonë ata kanë rënë shirk. Prandaj edhe kanë më dalë shumë njerëz të umetit që kanë mi pasu ata që ka përshku pejgamberit sa këtë hadith. Ose është hadithi i njohur ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mas lirimit të Mekës, po para se me ndodh betejë e Hunenit, i ka marrë sahabët edhe për mesën e tyre kanë qenë do thotë 2000 prej atyre që kanë pranuar Islamin mas lirimit të Mekës, po kanë qenë musliman 3, po shok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur kanë shku, i kanë po mushrik të i vjerë armët e tyre në një pemë për bereqet. Qa në thonë ata? Ij'al lana dhata nuat. Në bëdhe neve në kësë lloj pemi mi vjerë armët e tona për bereqet. Shok të pejgamberit sa me kanë thonë. Kanë rënë në shirk. E kanë thonë këtë fjallë të shirkët. Shok të pejgamberit sa. Qa ka thonë pejgamberit sa më sojna? Kultum walladhi nafsi biyadihi kama qala qawmu Musa. Po pasha ndorën se është shpirtim. E keni thonë njëjtën fjalë që ka thonë populli i Musës. Çka ka thonë populli i Musës? Masoj që Allah subhanahu taala i ka shpëtuar prej Firaunit, edhe kanë tejkalu detin, i kanë poni popull të adhuroni idhull. I kanë thonë ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bëna edhe neve si Zoti me adhuru, ç'është e pas kanë edhe ata. Në që të adhuruar me Allah subhanahu taala si Zoti. Njëjtën fjalë thotë keni thonë edhe jo. Qala innakum qawmun tajhalun, atë Musa i ka thonë vërtet ju jeni popull që jeni ignorant, nuk dini shumë. Edhe do thotë është e njëjta gjendje. I përngjon njëjtës gjendje. Prandaj do të më di që këto gjëra vazhdimisht ju vijnë njerëzve, po çështjet e shirkut. Nga se menduarit e njerëzve, mendimet e tyre janë të kufizuar.
Po ashtu edhe dyshimet që shejtani ja sjell aty në janë të kufizuar. Edhe njerëzit trashëgojnë ato një gjenerat mas gjenerat. Brez mas breze. Ka se njëjta dyshime që ka sjell shejtani njerëzit parë që kanë rënë shirk, njëjta ato sjell edhe këtyre të vonshëm. Prandaj ajetet që folin për arabt, që kanë rënë shirk kohën e pejgamberit sa, njëjtat ajete zbatohen edhe për njerëz të kohës sotshme, kohës moderne që le të binë në shirk, edhe bojnë njëjtë shirk që kanë bërë ato. Pra si përfundim, edhe përmbyllje e kësaj parathënia është, edhe kjo është një këshill do thotë për këtë vëllezërit tonë që para se me fillu na me shpjegu këtë libër, është mirë që jo me lexu në herë librin e tauhidit. Pra me komentimin e vetë këtij autorit Salih al-Sheikhut, i cili është përkthyr shqip, edhe do thotë shumë për juve ka marrë shpërnda pa parë, ka se për me përfitu ma mirë për këtij libri, me kuptu ma mirë këtë libër, është mirë që s'pari me lexu Kitabu Tauhidit. Apo mi dëgju edhe dersët, cilët i kanë shpjeguar xhallarë të ndryshëm rreth shpjegimit të Kitabu Tauhidit. Pra është mirë që Kitabu Tauhidit me studiu, me mësu në detaje, do të me precizitet. Nga se ka mundësi që njeriu mos më u bëjë qartë disa prej këtyre dyshimeve, përderisa nuk e ka lexuar Kitabu Tauhid më herët. E këto na nuk e dëshirojnë. Po është mirë që do të Kitabu Tauhid më lexuar një herë, më kuptu mirë, e pastaj do thotë me fillu me i dëgju dersët që kanë të bëjnë me rreth këtyre dyshimeve dhe kundërpërgjigjes ndaj tyre. Inshallah për dersët tashëm do të fillojmë me tekstin e librit edhe shpjegimin e tij. Allahu alem wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.